Po, leadershipi në këtë rast, pozicionet i ka të tilla. I ka pozicione mirë mbajtje. Zoti Shkullaku, si eshin ju pra që nuk ku përmend asnjë fjalë për atë betejën e madhe të humbur nëse do të integroheshin serbët kosovar, atë nuk do të votonin një parti që është sponsorizuar drejt për drejt nga Beogradi dhe e cila dje është fituesja më e madhe e zgjedhjeve nëse i shikojmë komunat. Ne kishim listën se cila parti sa ka fituar, por lista absolute është 10 komuna, lista sërbe ka fituar. Vetëm njërën pret ta konfirmoj në balotazh. Fituar është dhe ajo, besoj se tash kjo ka qenë e pritshme. Por sigurisht, fakti që ka qenë e pritshme nuk e shmang dot ballafaqimin e kryeministrit me një fakt që është real, sepse në fund fare do dalim ato që tha zoti Paçarizi, nesër do të kesh një njëjtin problem. Nuk po themi që nuk është tri sovraniteti, që nuk është më prezent qeveria e Kosovës, policia e Kosovës, veri janë më prezent. Çështja është që administrimi atyre komunave me atë ilegitimitetin, po themi, të numrave, sepse ne e dim që ato nuk ka pasi shumicë për të legitimu ata kryetarë që nga qenë atje, ne rikthemi prapë në pikën zero. Pra, lëvizja ka qenë gjithçka, kurse qëllimi pas ka qenë asgjë. Në fund, sepse do nisim prapë një të probleme, do nisim prapë blokime, do nisim prapë, mos përmen ato që u thanë. Kështu që Albin Kurti ka qenë detyruar me ballafaqiu me këtë fakt, ndoshta ajo sot para publikut, por nesër është e pashmangshme. Si që është detyruar me u kriju situatë për shkak të bojkotit serbëve. Pa fajin e qeverisë. Patjetër që pa fajin e Kosovës. Është i detyruar. Dhe ajo që më bën përshtypje është gjua e përdorur, ka përdorur dhe herë dhe mu kjo më shqetëson kjo ndërhyrja në një pushtet, sepse kam përvojë të keqe nga kjo punë, edhe gjithë jetën për këtë punë kam luftuar që ai pushtet që është i ndarë është i ndarë. Domethënë nuk e ndan punën Albin Kurti nëse exit polli fisit është i mirë, ai batonit është i keq. Atë punë ndan tregu. Nëse këta ja huqin vazhdimisht, ti nuk e me thrit më do një sondazh tjetër. Vllam keq më vjen, po se për këtë punë, ky e humb punën, tregu e qit jashtë, vjen dikush tjetër. Se edhe shikuesit ta kuptojnë, nuk e bën Klani exit pollin as sondazhin, e merr kompaninë, kompanit janë treg. Edhe Klani nëse e bën, nesër pas nesër shikuesit nuk e besojnë me Klanin nëse vazhdimisht ja huq. Por përqendrimit e kjo gjë mendojnë është për t'i hiq disa problemeve, tjetra është dhe kjo që tha Dardani që po fillon fushata, do jetë ashpër. E dyta është dhe fakti që tash, jo vetëm Albin Kurti, po dhe disa eksponentëve të vendosjes, rastin e Mitrovicës, po duan ta përdorin si një lloj viktimizimi. Ai pat në përsudet çka u bë, si u turrën krejt Faton Peçit, si kështu e si ashtu e. Ja si pas ka qenë e vërteta, pas ka qenë e kurdisur, ne jemi viktima, prandaj edhe në balotazh duhet me votu kandidatin tonë. Pra është brenda strategjisë zgjedhore, thonë. Sigurisht është brenda strategjisë zgjedhore dhe propagandës taktike. Tjetra është me sot diskutimi, nëse do ishte konferencë shtypi, pyetja kryesore për Albin Kurtin do të kishte qenë që si ka mundësi që e humbe Prishtinën pas 12 vite, sa vite ka që është 2013. Ka mundësi që del për tjetë tretë. Kjo është pyetje që një lider do t'i japi përgjigje, është baseni kryesori vetëvendosjes. Ka qenë pararoja e çdo ndryshimi. Prishtina, ati nëse humbë Prishtinën, ke pikpyetje shumë madhe për zgjedhjet nacionale. Kjo është analiza e zgjedhjeve dhe marrja e edhe ke hu Prizren edhe ke hu Ferizaj. Sepse e ka hub jo thjesht ka dalë balotazh, ndoshta edhe mund ta fitojë kandidatin, nuk po themi, por partia që drejtohet nga zoti Kurti ka marrë një rezultat tepër ka 7 centrat kryesore dhe balotazh si e para është vetëm njërën. Nuk e ka fituar asnjë. Se po insistoj ke Prishtina, insistoj të paktën perceptimin tim, ju e njihni më mirë sigurisht, po perceptimin tim ka qenë gjithmonë që elektorati i Prishtinës për mua ka qenë një nga elektoratet më pararoj, më progresist në rajon. Nuk ka pas votim, them unë, më të mirë se sa është bën Prishtinë historikisht. Është ndëshku gjithmonë arroganca, është ndëshku gjithmonë ekskluziviteti, është ndëshku gjithmonë monopoli. E unë e fitoj Prishtinën me dur në xhepa, hajde fitoje në raund 2. Shkoj sa Mustafa. Arrogancë dikush tjetër, tash kush ka qenë retorika e vetëvendosjes për zgjedhjeve të nënshkurtit. Ne vetëm i mundim krejt. Ne vetëm ja dalin, s'kemi nevojë për këtë, s'kemi nevojë për atë. Krijimi i kësaj fryme menjëherë elektorati i Prishtinës reagon.
Dhe prandaj them unë që është shumë e rëndësishme me bëni analizë dhe me kuptu pse ke marrë këtë rezultat dhe nuk ka lakmus më të mirë se sa vota e Prishtinës që vetë vendosë dhe Albin Kurti me kuptu çfarë pozite janë. Dash qofse do merren me mediat, qofse do merren me listën serbe prap, qofse do merren me gazetarët, nuk është se përmirësojnë rezultatin. Me kalkulimin e njëjtë, rezultate tjera. Por ka që kishim kohën për sonte, ju falenderit për pjesëmarrjen në emision, pra kemi hyrë në këtë fazën ku emisionet janë pak më të shkurta se sa gjatë fushatës që kishim, nuk i dihet, ndoshta i zgjasim prapë. Falenderit.